Është ndar nga jeta në moshën 46 vjeçare ish antar i Këshillit Bashkiak të Sarandës Krenar Bedaj. Lajmi i tristë është mësuar nga reagimet të shumta të bëra në rrjetet sociale nga të afërmit e 46 vjeçarit, të cilët kanë shkruar zemërthyer për ngjarjen e rëndë. Bedaj ishte një figurë e njohur në jetën shoqërore dhe politike të qytetit jugor bregdetar. Ai ka qenë aktivist i freshit në radhët e Partisë Socialiste, po ashtu vite më parë ka shërbyer edhe si antar i Këshillit Bashkiak të Sarandës. Reagimi të afërmëve të Krenar Bedaj. Me dhimbje të thellë dhe zemërthyer njoftojmë miqt, shokët dhe të afërmit për ndarjen nga jeta të nipit ton të dashur dhe të shtrenjtë Krenar Besnik Bedaj në moshën 46 vjeçare. Krenari do të mbetet përherë në kujtimet dhe zemrat tona për mirësinë, dashurinë dhe respektin që dhuroi gjatë jetës së tij. Në këto momente të vështira falenderojmë të gjithë ata që ndajnë dhimbjen me ne dhe na gjenden pranë me ngushëllimet, lutjet dhe mbështetjet e tyre. Qofti përjetshëm kujtimi i tij dhe u pret në paqe, i paharruar përherë në zemrat tona. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.